Pagesa kesh bank kombëtare. Përpara përshkrimit të përdorimit të pagesës kesh bank kombëtare, dy fjalë për të njohur me këtë produkt. Pagesa kesh bank kombëtare që mundësohet nga ky sistem është një transakcion ndërmjet dy palëve, secila mund të jetë individ apo person juridik, ku njëra, dërguesi, paraqitet dhe kryen dërgesën nga një agjenci e rrjetit tonë në një llogari të një banke vendase të tjetrës, marrësit. Le të shohim tani si kryhet procesi i parë i transaksionit, regjistrimi i dërgesës. Le të klikojmë te rubrika transfertat, pastaj kesh bank kombëtare dhe zgjedhim opsionin regjistro. Shohim të na shfaqet formulari elektronik për regjistrimin e dërgesës me në krye butonin regjistro dhe deklarat që do të përdoret pas plotësimit. Pastro pas regjistrimit, printo pas regjistrimit. Formulari është i ndarë në 4 pjesë. Pjesa e të dhënave të dërguesit. Në fillim do të përcaktohet nëse dërguesi është individ apo person juridik. Kur dërguesi është individ, të dhënat do të merren nga mjeti i identifikimit, letër njoftimi i paraqitur ose përfaqësuesi i tij i autorizuar me prokur, i cili gjithashtu do të paraqes letër njoftimin e tij. Kur dërguesi është person juridik, dokumentacioni ligjor i shoqërisë do të merret nga përfaqësuesi i tij i autorizuar me prokur, i cili gjithashtu do të paraqes letër njoftimin e tij. Shikoni që fushat e detyrueshme për të plotësuar janë me shenjën asterix pas përshkrimit, që do të thotë që nuk mund të mos plotësohen emër, atësia, mbiemër të dërguesit e kështu me radhë për individin dhe emër i shoqërisë, tip subjekti dhe numër NIPT për personat juridik. Pjesa e të dhënave të përfaqësuesit, të cilat do të merren nga mjeti i identifikimit, letër njoftimi që do të paraqes përfaqësuesi. Shikoni që fushat e detyrueshme për të plotësuar janë me shenjën asterix pas përshkrimit, që do të thotë që nuk mund të mos plotësohen emër, atësia, mbiemër të dërguesit e kështu me radhë. Pjesa e të dhënave të transfertës, me monedhën në të cilën do të kryhet transaksioni. Ditë vlere, këtu, sipas kërkesës së dërguesit, zgjidhet kohëzgjatja e dërgesës. Datë vlere, data në të cilën vlera e dërguar do të transferohet në llogari, vlerën neto që do të transferohet në llogari, tarifën e shërbimit të dërgesës, komisionin bankar me anë të cilit dërguesi do përcaktojë nëse komisioni bankar do aplikohet Komisioni bankar me anë të cilit dërguesi do përcaktojë nëse komisioni bankar që aplikohet do të ndahet ndërmjet dërguesit dhe marrësit apo do të paguhet i tëri nga dërguesi. Vlerën totale të paguar që do të jetë vlera neto plus tarifa plus komisioni dhe fushën detaje ku do të shkruhet për detajet e transaksionit. Pjesa e të dhënave të marrësit. Në fillim te tip klienti do të përcaktohet nëse marrësi do të jetë individ apo person juridik. Pastaj emër të marrësit, qytetin, adresën, kontaktin, emrin e bankës dhe numrin e llogarisë së marrësit. Tani do të kryejmë një dërgesë për të parë procesin e regjistrimit. Zgjedhim në fillim llojin e dërguesit në kutizën përkatëse individ ose subjekt. Në rastin e individit, vendosim emër, atësi, dhe shohim që kur individi dhe përfaqësuesi është i njëjti person, bëni kujdes që kutiza e njësoj si individi në pjesën e të dhënave të përfaqësuesit të jetë shënuar me tik, të dhënat plotësohen automatikisht edhe për këtë pjesë. Vazhdojmë me mbiemër, datë lindje,
do keni kujdes në datën e lindjes, e cila do të plotësohet gjithmonë datë, muaj, vit, të ndara me shenjën minus. Gjinin e dërguesit, mashkull apo femër, të ndalemi një moment të kutiza blu me 3 pika të bardha pas fushës së gjinis. Duke klikuar në këtë buton, në rast se dërguesi ka kryer edhe herë tjetër transaksione në rrjetin ton, mund të kërkoni të dhënat e tij sipas kritereve të kërkimit dhe më pas mund të mbushet automatikisht pjesa e formularit me këto të dhëna. Vazhdojmë me zgjedhjen shtet, qytet, adresë. Dhe kemi përfunduar me fushat e domosdoshme për t'u plotësuar. Gjithsesi, mendojmë si të nevojshme marrjen e të paktën njërit nga kontaktet e dërguesit. Vazhdojmë me telefonin, celularin, faksin dhe adresën e-mail dhe përfundojmë me pjesën e të dhënave të dërguesit individ. Në rastin e subjektit, personit juridik, kemi emër, ku vendosim emrin e subjektit të cilin do e shikojmë me kujdes para se ta vendosim në dokumentacionin e paraqitur. Shkurtim të emrit nëse ka, zgjedhim tipin e subjektit në listë dhe sipas dokumentacionit të paraqitur edhe numrin NIPT. Të ndalemi një moment te kutiza blu me 3 pika të bardha pas fushës NIPT. Ashtu si në rastin e dërguesit individ, duke klikuar në këtë buton, në rast se dërguesi ka kryer edhe herë të tjera transaksione në rrjetin ton, mund të kërkoni të dhënat e tij sipas kritereve të kërkimit dhe më pas mund të mbushet automatikisht pjesa e formularit me këto të dhëna. Vazhdojmë shtet, qytet, adresë dhe kemi përfunduar me fushat e domosdoshme për t'u plotësuar. Gjithsesi, mendojmë si të nevojshme marrjen e të paktën njërit nga kontaktet e dërguesit. Vazhdojmë me telefonin, celularin, faksin dhe adresën e-mail dhe përfundojmë me pjesën e të dhënave të dërguesit subjekt.